Mirë, këto ishin disa nga zhvillimet më kryesore, por sikur se u thashe edhe pak më herë, do ta nisim më një herë këtë takim tonin të orës 17 me një nga zhvillimet kryesore të politikës, që lidhet me zgjedhjet që pritet të mbahen tashmë në Tiranë, por në 6 bashki së bashku me Tiranën, të vendit të cilat janë dekretuar tashmë nga ana e presidentit të Republikës, një dekret i cili sikurse dihet ka hapur edhe një debat tjetër që ka përfshirë jo vetëm politikën, por edhe jurist konstitucionalist apo avokat të ndryshëm. Megjithatë, ne do të analizojmë disa nga këto zhvillime, por do të mbetemi në fakt edhe më shumë tek pjesa e opozitës dhe tek përzgjedhja që opozita po bën për garën e Tiranës dhe për emrat që do të garojnë për kryeqytetin. Ne jemi në studio me pedagogun Ermal Asimja për të biseduar pak më gjatë rreth këtij procesi, por edhe disa zhvillimeve të tjera. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit. Si fillim do doja ta nisja me një pyetje që lidhet me, po të tregojmë pak direkt në fakt, se meqense është edhe një lajm i ditës, ka qarkulluar dhe emri juaj në fakt në disa mediume të ndryshme, edhe nga disa të ftuar që kemi pasur në studio si një propozim i mundshëm që mund t'ju ketë ardhur, këtë mbas mundën se dhe ju më mirë, nga i gjithë grupi i partive të cilat janë duke negociuar për një emër. Si është e vërteta? Është diskutuar, me sa di unë, midis përfaqësuesve të Partisë Mundësia dhe të Partisë Demokratike. Janë diskutuar emra të ndryshëm. Me aq sa di unë, është diskutuar mbi idenë e identifikimit të një kandidati që do të ishte jo apolitik, po mbi parti ose jashtë partive politike, pra që nuk do të ishte përfaqësues i njërës partie ose i tjetrës. Dhe është bërë një listë, si thosh paraprake, me ato 3 emrat që kanë dalë edhe në media dhe që dihen tashmë, domethënë të 3 emrat. Kjo është ajo çfarë është faktike, si thosh. Po, domethënë kjo është diçka që e konfirmoni dhe ju, kanë konfirmuar fakt edhe disa gazetarë apo njerëz pranë grupit. Konfirmuar dhe zyrtarisht nga Erald Kapri në dalje të bisedave, kam përshtypjen. A ju personalisht ju kanë komunikuar diçka? Jo, unë isha në dienia ose më saktë në nuhatje të faktit që po diskutoheshin këto gjëra, sepse për nga natyra punës time, mediat e tjera kam kontaktet vazhdueshme me politikan, nuk e kisha marrë shumë seriozisht faktin ose informacionin që po diskutohet edhe për emrin tim, për arsye thjesht sepse është diskutuar edhe më herët dhe unë vetë personalisht nuk është se kisha në një plan të imediat tani për angazhim në këto dhe niveli në skenën publike. Por, referuar edhe një status, një reagimi publik që ju bët gjetës djeshme në mos gaboj, ishit lexohen rreshta që jeni pro, po themi, për ta përqafuar, për ta pranuar këtë propozimeve. Po, do më thënë, për dëgjuar propozimin në datë parë, sepse kjo është, aktualisht nuk kam një propozim zyrtar, e dje kam konfirmuar nga politikantët të këtyre 2 partive, e kam të konfirmuar çështjen e listës dhe çështjen e diskutimit të emrit, dhe e di që po diskutohet akoma. Të 3 emrat, po diskutohen akoma. Kjo është ajo gjë se çfarë di. Gjëja që unë nuk di, as unë edhe as kandidatët e tjerë me shumë gjasa, është që se mbi çfarë lloj angazhimi do të ndërtohet ky lloj propozimi. Në shkuptim. Sepse ideja është kjo, mund të kemi formate të ndryshme, si thuash. E para ta thash që kjo gjë ishte e papritur, kështu që kjo është era e parë që unë vi në këtë lloj statusi relativisht të pazakontë dhe për qenë sinqert dhe i parehatshëm për mua, jam mësuar flas si opinionist. Në fakt që jeni pak jam mësuar flas si opinionist. Jeni disi i vendosur pak në një lloj por është dhe karrikja po. Për shaka. Ideja është kjo që kjo për mua ka qenë disi e papritur, patjetër. Me dia, madje unë kur jam pyetur vetë nga njerëz që përpiqeshin të diskutonin emra, kam dhënë disa emra të tjerë. Natyrisht pa emrin tim. Me sa duket dikush tjetër ka dhënë edhe emrin tim ose ka vendosur që emri im duhet jetë aty është diskutuar. Nuk është se nuk e kam menduar, por nuk ishte ky momenti. Nuk e kam menduar në këtë moment, e kam menduar që ndoshta më vonë, pas X vitesh, kur të jem më rehat me profesionin, me gjërat e mia etj etj.
Dhe, domethënë kjo është, çfarë ndodh tani? Në momentin që dilet me një propozim konkret, ai propozim përmban disa, si them, një lloj konteksti, një lloj baze të tipit. A është një parti që po të propozon për të bërë kandidat? A është një bashkim partish, në kuptimin një lloj marrëveshje bashkëpunimi midis partive të ndryshme, apo është diçka tjetër pastaj që nuk e di, ndoshta s'na ka shkuar mendja se çfarë është. Cili është angazhimi i këtyre partive në raport me atë gjë që do të bëhet? Sepse në momentin që unë i them këto gjëra duket sikur tashi po ky është delirant dhe po pret që ta lusin e tjerë. Jo, nuk është çështja aty. Në qoftë se kjo betejë do të bëhet, dhe do të bëhet nga dikush, është e qartë. Qoftë se kjo betejë do të bëhet, dhe kushdo që ta marrë përsipër këtë betejë do ta ketë të vështirë. Nuk është fare lehtë të përballesh me një sistem patronazhizmi, klientelizmi që bën kërdik. Domethënë, dhe do ketë një javë fushat praktikisht, imagjino. Domethënë, çdo kandidat do jetë i papërgatitur, çdo kandidat do përballet me këtë sistemi dhe do duhet një lloj garancie angazhimi, do duhet edhe ta dish se kush janë ata që kemi mbrapa, a përfaqësojnë ata opozitën, përfaqësojnë një grup të vogël etj. Po, por në anën tjetër duhet dhe një garanci besimi tek vetvetja që ju apo ai kandidat ka një lloj feedbacku në elektorat, po themi. Ju, nga perspektiva që keni, te cili elektorat do doni që të shkonet? Në kuptimin, po supozojmë që jeni përpara një elektorati. Si do ta kërkonit këtë elektorat? Kohë përpara, kur diskutoj këtë çështje, qëndrimi im ka qenë kur flisja thjesht si opinionistë, që tani më mbivendosen të dy statuset. Por kur flisja, për mua ideja ka qenë thjesht. Në fakt, më lejo të them vetëm diçka, që intervista jonë ishte e programuar pak a shumë, kishim biseduar që që bisedojmë shpesh me të ftuarit për një intervistë në studio dhe qelloi koha kur doli dhe emri dhe për të qëndruar korrekt ndaj njëri tjetrit, ne ruajtëm intervistën, nuk e patjetër. Domethënë çfarë do? Qëndrimi im ka qenë ky. Pa e ditur që një ditë do të isha vetë objekt i këtë lloj qëndrimi. Qëndrimi dhe më duket shumë logjik. Në qoftë se opozita në Shqipëri synon të fitojë realisht, nisur nga analiza e shifrave, prirjes votës, e gjithë faktorëve të tjerë që ekzistojnë, më duket që mundësia e vetme është që opozita të arrijë jo thjesht të marrë të gjithë votat e veta, në partive kryesore të paktën të opozitës, por të marrë edhe shumicën e votave të një elektorati që e shef politike me indiferencë, që e shef me mosbesim, elektorati gri po doni, që kalon nga një zgjedhje në tjetrën e ndryshon votën pikërisht se është i bindur se për këtë të votoj, pra jo një elektorati thjesht besnik të rreshtuar mbas partive. Kështu që për ta bërë këtë gjë, është shumë vështirë që ta bëj një kandidat partjak. Ky ka qenë arsyetimi im para se ta shikoja vetëm objekt të këtij propozimi ose ideje. Dhe nuk kam qenë i vetmi që e ka patur këtë lloj, madje në historikun e zgjedhjeve në Shqipëri, kjo gjë është aplikuar her pas here. Dhe më ka ndodhur. Në Shqipëri ka ndodhur në situata ndryshme, Partia Demokratike, qoftë me duke fut elemente në blok si në rastin e Kopit për shembull atëherë, ku kam qenë edhe unë, qoftë pastaj me Alim Kosovën, pjesërisht, pavarësisht që ke qenë më përpara me PD-n, më vonë prap ishte vinte nga fusha profesionale, shoqëri civile etj. Domethënë, janë aplikuar dhe ka dhe shembuj në botë që kjo gjë funksionon. Domethënë ka kandidat të pavarur, për shembull, kandidat të opozitës të pavarur po të mbështetur nga opozita ose të pavarur deri për dhe kanë fituar thjesht nga njerëzit në Bukuresht, në Budapest, në Shkup, jo shumë larg, në qytete të tjera. Pa fol pastaj për shembuj të tjerë, mos po marrim rastin e Macronit që po bë president pa parti. Janë disa figura të njohura në Partinë Demokratike që kanë pasur një lloj testi më përpara që e kanë treguar popularitetin e tyre dhe mbështetjen që kanë në elektorat, por që gjithsesi nuk janë përfshirë apo nuk janë propozuar si mëra konkret. Partia Demokratike ka figura për të respektuar. Njësoj si Partia Mundësia, njësoj si edhe individ tjerë në për parti tjera. Çështja është që mbas gati 3 dekadash e gjysmë tranzicioni që të pafundëm në Shqipëri, praktikisht njerëzit janë zhgënjur, të mërzitur me partitë politike, sepse shohin shpesh që në fakt shpesh edhe të rinj që futen edhe më një herë veshin kostumin e të vjetrëve, të transformohen ose detyrohen që për shkak i detyron sistemi ose duan vetë të përshtaten me sistemin, por nuk ja kanë dalë. Domethënë, dhe çfarë ndodh tash? Njerëzit janë zhgënjur nga kjo gjë, kanë krijuar atë idenë që politika nuk ndryshon, partitë janë kështu etj. Është përshtypje e gabuar dhe fakt është një nga arsyet pse edhe
pse nuk nxiten dhe partitë që të rinovohen edhe të hapen. Por është fakt. Kështu ndodh. Në këto kushte është normale për një parti, sidomos në opozitë, që të synojnë që të krijojë një aleancë më të gjerë me shoqërinë civile, me mendoni që krijohet një model i ri, zotja Simja, po themi i prurjeve në politik, mbase me këtë rast që është pak i veçantë dhe nuk është rasti normal i shkuarjes në zgjedhje? Mund të shërbej ky moment për të krijuar një model të ri të prurjeve të politik? Ekziston në Shqipëri, ekziston, nuk është model i shpikur tani. Ekziston që nga fillimi. Ekziston edhe Partia Socialiste e ka aplikuar. E ka aplikuar në ekstremin e vet. Partia Socialiste ka marrë dhe figura të vetë Partisë Demokratike dhe i ka marrë dhe i ka futur në administratë, në vende të rëndësishme etj. Domethënë si logjik kjo ekziston, pavarësisht qëllimeve që janë. Është ngritur edhe një argument tjetër që kjo figura, po themi që mund mos vi domosdoshmërisht nga brenda strukturave të partisë, pavarësisht se do të kërkohet një vot politike nga ana e partisë, mund të ketë një lloj rezistence nga vetë strukturat, sepse në kuptimin që mund të ngrihet ky shqetësimi që ky njeriu apo vjen me katapult nga jashtë. Vjen me katapult nga jashtë, dhe cili është kontributi i tij apo i saj për të qenë në këtë pozicion. Patjetër është legjitime dhe mendoj që çdo antar i Partisë Demokratike, i Partisë Mundësia ose partive të tjera që mund të përfshihen pasaj në këtë, është legjitime që ta ketë këtë lloj meraku, këtë lloj shqetësimi. Por mendoj që secili prej tyre do duhet gjithashtu të mendonte, të arsyetonte se cila është mënyra më e mirë për të arritur tek fitoria dhe thjesht fitoria si fakt, si ngjarje, por tek një fitore e cila eventualisht mund të kthente pak, jo pak po shumë, domethënë rrjedhën e gjërave, rrjedhën politike në Shqipëri. Në fundit dhe kjo është e rëndësishme, praktikisht Shqipëri gjitha pushtetet janë pak a shumë të akumuluara dhe ky është një shans që bashkia në fakt të dalë, të shkëputet nga kjo gjë. Dhe mendoj që çdo antar mbi të gjitha i këtyre partive, për te shqetësimit që unë e konsideroj legjitim, do duhet që të mendonte dhe cila është mënyra më e mirë për ta thyer këtë lloj monopoli. Kjo mendoj që do duhet, patjetër, jo fitore me çdo kusht, jo fitore me dikë që nuk përputhet me parimet, me dikë që do vi aty për të zëvendësuar të njëjtin model që është përdorur deri më sot etj. Por fitore mbi bazën disa vlerave dhe parimeve. Sa e bashkuar është opozita sot? Nisur nga ky argument, logjik që ju përdorni, natyrshëm më vjen t'ju pyes se është e bashkuar vetëm kur ka të tilla, po themi, situata delikate që duhet të zgjidhë një çështje apo në të vërtetë është e bashkuar? Kjo në këtë moment nuk është e bashkuar. Por nga ana tjetër unë konstatoj diçka që besoj që njësoj si mua i vjen mirë edhe shumë njerëzve të tjerë, që dy partitë kryesore të opozitës ose dy nga partitë, PD-ja, Mundësia, po themi se s'dua që të vejnë në hije tani të tjerët, por dy partitë të rëndësishme të opozitës, PD-ja në radhë parë se është partia më e madhe, në dallim shumë të madh me të tjerët, por këto dy parti ulen bashkë, diskutojnë, bien dakord për një parim të caktuar dhe vendosin të diskutojnë për një listë. Dhe përjashtoj veten, thjesht faktin që diskutojnë për një parim, bien dakord për një parim dhe diskutojnë disa emra të caktuar. Domethënë ky lloj procesi mendoj që mund të prodhojë rezultate pozitive. Është vështirë që të prodhojë rezultate problematike dhe e keni parë. Edhe prapë përjashtoj veten se nuk mund të flas për veten time. Të dy emrat e tjerë që janë aty janë dy emra plotësisht të respektuar. Janë dy emra që edhe unë personalisht i vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Ndodhi për koincidencë që ishte edhe emri juaj, por në këtë bisedë mund ta kishim vendosur edhe pa diskutuar emrin tuaj. Në rast se ju do të jeni një kandidat zyrtar, atëherë sa e vështirë do të jetë për mos qenë kandidati i njërës parti apo i tjetrës parti, po themi edhe për pozicionin, detyrën që do të keni, se mund të krijohet një lloj dhe këtu më vjen natyrshëm të kujtoj edhe një debat që u hap në momentet e zgjedhjes kandidatit për këtë çështën e kushteve, jo po ne nuk vendosim kushte, nuk duhet që të vendosim kushte njëra tjetrës, pra si qëndrojmë bashkë. Shiko, unë jetën time e kam ndërtuar me shpatullat e mia, nuk i kam borxh as njeriu, si kam borxh as politikës as kujt tjetër. Dhe se thuash, kjo për mua është një gjë që mund ta bëj për shkak të dëshirës së angazhimit vullnetar, për shkak të ambicjes personale që ka njeriu që në jetën e tij të ketë një impakt publik dhe jo thjesht personal. Por nuk është diçka nga cila varet jeta ime. Do të thonë, unë ekzistoj si profesionist, si përmarrës, si pedagog, çfarë do lloj gjëje, përpara dhe pas kësaj gjëje. Do të thonë, nuk është diçka që nga e cila varet jeta ime. Nëse unë i futem kësaj gjëje, i futem sepse mendoj që ato vlera dhe parime që kam unë
mund të shërbejnë në nivel publik, në nivel politik, dhe mund të hynë në punë këtij komuniteti, këtij vendi ku unë jetoj. Ky është qyteti ku unë jam lind, unë edhe prindët e mi, jam rrit këtu dhe sa herë që kaloj rrugëve më Po, në ju zgjon patjetër. Domethënë, nëse bëhet diçka, nuk do bëhet thjesht me, domethënë, hajde tani do bëjmë llogaritje numrash. Ideja është futemi disa vlera. Në momentin që ti diskuton për vlera, nuk është më çështje pastaj kandidati i kujt je, ai e kësaj e pasaj. Nuk do t'ju vendos qysh në këtë moment në atë petkun e kandidatit për të për të përgjigje të kujdesshme, por ka dhe një grup në Partinë Demokratike që vënë në diskutim apo tek opozita, vënë në diskutim lishmërinë e këtyre zgjedhjeve, në kuptimin e kontekstit ku po hym në këto zgjedhje. Dhe kanë të drejtë. Cili është qëndrimi juaj po? Dhe kanë të drejtë. Domethënë, situata është shumë problematike. Për 100 arsye të ndryshme, po jemi në një situatë ku gjykata kushtetuese praktikisht de facto i konsideron zgjedhjet si të paorganizueshme. Presidenti e dekreton, edhe ndërkohë de facto pastaj gjithë po bëhen gati për zgjedhje. Po, edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur përgatitje, domethënë procesi ka nisur. Pikërisht, në këtë situatë jemi. Kjo është Shqipëria. Ky është fakt i natyrës. Ky është një problem, me cilin problem. Se si do të zgjidhet kjo, pastaj është çështje juridike, është çështje konstitucionalistëve etj etj. Por natyrisht që ata që e kanë këtë lloj shqetësimi e kanë me shumë të drejtë. Domethënë, unë duke e parë nga jashtë çështje, edhe po të isha i huaj, do të shikoj që ka një problem thelbësor parimor këtu, nuk është problem sasior, nuk është problem opinioni ose diçka tjetër. Ka një problem themelor kushtetues. Por fakti është fakt, kjo gjë po ndodh. Në një mënyrë ose një tjetër nuk ke çfarë të bën, nuk i shmangesh dot. Cila po themi është përballja me makinerinë e votave që ka Partia Socialiste, keni menduar për këtë pjesë, cili është perceptimi juaj? Patjetër. Përballja është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Kam një farë njohje të politikës edhe të fushatave. U bën se di se sa vjet, po të paktën që nga 2005-a, domethënë 20 vjet. Që e njoh këtë çështje, e njoh si vëzhgues i jashtëm, po e njoh edhe si aktor i brendshëm, pjesërisht në ato momente kur jam përfshirë. Në 2005 atëherë, në kuadër të kopit edhe në kryeministri si këshilltar. Domethënë, kam një lloj ideje të saktë të kësaj. Sistemi që është ndërtuar aktualisht është një sistem jashtëzakonisht i përkryer dhe funksional. Domethënë, deri në pikën ku ka njerëz të cilët mund të thonë në sy që unë kam shumë qejf, më pëlqen, por do votoj për këtë tjetrin. Pse? Sepse ashtu është ndërtuar sistemi që të detyron ty që të mban përmes presionit të vendit punës, përmes kësaj, asaj etj etj. Domethënë, është natyrisht një betejë shumë e vështirë, nuk është një betejë e zakonshme, normale. Por është një betejë e vështirë për çdo. Dhe unë mendoj që po të përplasen thjesht të dy partitë kryesore politike me njëra tjetrën, që do të ishte përplasje normale klasike, PD, PS, se tashmë LSI-ja është relativisht më e rënë në peshë, ndërkohë që më përpara ka qenë dhe ajo faktori 3, po të përplasen me njëra tjetrën, ne rezultatin paraprakisht e dim. Dhe kjo është arsyeja kryesore mendojnë që edhe brenda PD-s, edhe ato që janë figura kryesore e kanë patur me shumë të drejtë atë dyshimin që po i futen një betejë që eventualisht mund të jetë e humbur. Do të ndiheshit e zgënjur nëse nuk do të ishit, po themi ju, emri final pastaj në përzgjedhje? Jo. Unë do të isha i zgënjur nëse do më kërkoheshin gjëra të çuditshme ose që s'përshtaten me ato parime që kam unë. Të llojet, për shembull, të llojet që unë, domethënë, nëse supozojmë që jam unë kandidati. Dhe supozojmë që më kërkohet që t'i futem një fushate dhe ndërkohë fushata të funksionojë me të njëjtat rregulla siç funksionojnë siç kanë funksionuar fushatat e mëparshme të partive. Pra ju keni krijuar dhe një imazh pak a shumë të fushatës do përdoren. Po e di fushatat, i njoh se e di si funksionon, ka një pjesë fushatës që është kështu. Vjen dikush dhe thotë do t'jap kaq lek. Jo, se duket që jeni shumë gati për këtë proces, domethënë, edhe në kuptimin që kam vite që i njoh, prandaj duket sikur jam gati për atë gjë. Askush nuk do jetë gati në këtë moment tu, se mas një muaj i bie që të jenë zgjedhjet. Dhe fushata do jetë. Po është gati ose është gati, se nuk është se do bëhet një. Askush do jetë, pikërisht. Çështja është që nëpër fushata vjen dikush dhe thotë, shikoj që unë do financoj fushatën tënde, por me kush që ti kur ti jesh atje, ti do shlyesh favoret. Nëse mua më vjen dikush edhe më kërkon, për mua s'ka fare rëndësi, edhe sikur të vi dikush dhe thotë, shikoj, ti kemi garantuar 200.000 vota në Tiranë,
po do japësh tenderat këtij njeriu, do bësh ose do fusësh ta njerëz në punë, do heqësh ata. Kjo kanë thënë dhe shumë njerëz të tjerë. Jo, patjetër që kanë thënë. Domethënë, kjo është një gjë që dëgjuar në studio televizive. S'mund të mos e them. Dallimi qëndron te fakti pasaj që secili e shikon. Këto gjërat që ka thënë ky njeriu më përpara. I ka qëndruar? Ai ka qëndruar? Dhe këto gjërat që ka thënë ky tjetri më parë, ai ka qëndruar apo jo? E kuptoj që nuk është detyrë, nuk është ushtrimi i vështirë, i lehtë për t'u bërë, por mendoj që një pjesë e njerëzve mund ta bëjnë. E keni parashikimin tuaj vetëm për këtë zgjedhje pjesëshme apo shkon edhe më larg se sa kaq, apo kjo mbetet për të parë? Nuk e di, mbetet për të parë sepse thash është diçka që duhet parë. Gjëra më e rëndësishme për mua është çështja e parimeve. Dhe një nga arsyet kryesore, për ta thënë komplet sinqerisht, duket banale. Një nga arsyet kryesore pse gjithmonë më ka larguar nga kjo ide e përfshirjes në fushata, sepse nuk është se nuk kam pas propozime. Kam pas propozim përfshirje nga PD-ja. Para X vjetësh, domethënë propozime kështu, hajde dhe futu do të vejmë këtu. Po. Domethënë, nga këto gjërat e çuditshme me katapultime etj etj. Dhe çfarë do? Pyetje se pse kjo gjë është, pse kjo gjë këtë herë nuk është e çuditshme? Sepse është çështje tjetër, sepse nuk është një propozim që të vjen nga një person i ulur aty në koltuk, që thot hajde se na duhesh ti se po të përdorim për imazhin. Është më gjerë se kaq. Është më gjerë se kaq. Më gjerë se kaq dhe janë përfshirë 2, 3, 4 njerëz për cilën unë kam respekt. Të njerëzit që kanë qenë në tavolinën e bisedimeve, dhe kjo ka qenë një nga arsyet pse dhe kam marrë seriozisht, njerëz për cilët kam respekt. Cilët janë? Ka qenë Erald Kapri, cilin e kam mik prej shumë vitesh, e kam pas student në fakt. Po, gjithashtu vitet e fundit, Ilirani Mehmeti, që figurë shumë e respektuar, Belin Kliçi, gjithashtu. Kështu që diçka dhe kjo ka qenë edhe nga kjo. Keni një marrëdhënie korrekte dhe respektit të ndërsjellë, patjetër. Dhe kjo ju jep garancinë. Unë po flas për respektin që kam unë për ata. Pastaj se çka kanë ata për mua ta thon ata. Pa diskutim duhet të ndërsjellë. Çfarë është bërë keq, shumë keq në Tiranë, në kuptimin që për të kuptuar pak një koment për vizionin tuaj mbi qytetin. Tirana është bërë e pajetueshme. Për ta thënë shkurt. Domethënë Tirana është lënë në dorë interesave ekonomike të disa klientëve, të caktuar të qeverisë, të bashkisë, dhe kjo e ka transformuar Tiranën në diçka që e ka jashtë fokusit vet qytetarin. Dhe kjo reflektohet tek trafiku, reflektohet te betonizimi, reflektohet te mungesa e hapësirave publike, te cilësia e jetës, te ndotja, te zhurma, te uji, furnizimi me këtë, me atë etj etj. Domethënë kjo është ajo gjëja që ti e shikon dhe s'ka nevojë të as të hapësh statistikat e Instatit, as të bësh studime, as të jesh analist politik. E kuptoj. Thjesht nëse ke kalamajs brit. Janë gjëra të ndjeshme që ne ke kalamajs brit poshtë pallatit edhe unë herën e fundit shtëpinë kam pas tek Kisha Katolike. Dilja poshtë pallatit, çunat e mi kishin kulunin se do dilnin rrugë. Kaloni rrugën ishte pallati tjetër. Kjo puna që ju çfarë do bëni për këtë, se ju në kuptimin është diçka që duket si misioni i pamundur. Po më kërkon një strategji fushate, një program fushate, në këto kushte është e vështirë dhe edhe vendosja unë e intervistës, edhe unë nuk po të vendos dot as si një kandidat i zyrtar dhe po përpiqem që të jem. Shiko, unë mund të siguroj një gjë, sepse gjërat nisen nga ato më thjeshtat. Nëse ti do të bësh diçka pozitive, është e sigurt që ajo gjë do sjellë ndryshim. Por nëse ti do të vazhdosh me logjikën që unë do ju shërbej këtyre njerëzve, qëllimi im është që hajde të bëjmë kulla dhe ta bëjmë Tiranën se di se si, atëherë kuptohet që kjo gjë do vazhdojë ashtu siç është dhe problemi vetëm do mendoni që do mbyllet ky proces nga perceptimi që u keni i zyrtarizimit të kandidatit, se dhe ne nuk po dim tani, jemi gjithë sy e vesh. Po gjëja e parë që duhet ndodhi është që besoj që do duhet që këto dy palë që janë përfshirë dhe palë të tjera eventualisht më vonë, mirë do ishte që ishte më e gjerë se sa kaq ky lloj bashkëpunimi midis partive, të vendosin se çfarë do të bëjnë, të vendosin parimet me cilat do i prezantojnë atij kandidati dhe do i thonë këto janë parimet, përshtaten ose jo me ty etj etj. Dhe kam besim që do përshtaten. Dhe pastaj me njëherë i duhet fut punës është fushat. Pjesa tjetër është fushat. Ka patur segmente që si thua nuk janë afruar siç do duhet ishin afruar, po themi tek opozita, më duket sikur linjët kuptonin që jo e gjithë opozita pra ka qenë e gatshme për të bashkëpunuar. Ka qenë gjithë forcat opozitare pra afër me njëra tjetër apo?
Ka gjithmonë element që... Vështirësia që kam në këtë rast, se ti një pyetje ma bën mua si opinionist, një pyetje ma bën si kandidat potencial. Si kandidat për kandidat. Ti kam të drejtë që të... Patjetër. Të jem pak i... Patjetër, s'ka problem, nuk më vezdis. I barazlarguar. Nuk është problem juridik, është thjesht mua më duhet të arsyetoj me dy frekuencat ndryshme njëkohësisht. Tashti, e para nga pikpamja ime personale, thash si kandidat për kandidat, kjo është, nuk mund ta them, nuk mund ta di se është një proces nga i cili unë nuk jam i përfshirë. Po, juve ju vinë informacione. Informacionet vinë në mënyrë informale, kuptohet, po nuk jam aty brenda që të them se çfarë po ndodh. Dhe kam përshtypjen që ata që janë aty brenda janë pak të paqartë, sepse do duhet që të mblidhen, të flitet, diskutohet gjëra etj. Dhe kuptoj edhe faktin që në gjithë të rrëmuj dhe nxitim dhe urgjencë të madhe, mbas një muaji bëhen zgjedhje, në gjithë të urgjencë duhet tash të marrësh një vendim me cilin ke 100 faktorë të ndryshëm dhe këto do duhet i marrësh gjithë ti analizosh edhe keni parasysh. Po thoni për momentin kur të bëj lajmërimin në opozita, kur vendos për pikërisht, do duhet merren vesh të dy palët me njëra tjetrën. Sa merrni vesh edhe ju kështu pa e ditur, domethënë në kuptimin marrin vesh siç merrni vesh edhe ju gazetar. Flitet në telefon me dikë, pi një kafe me një shok, një mik që ke aty. Po me kandidatët potencial të tjerë keni biseduar, keni shkëmbyer ndonjë? Kam një bisedë që kam bërë me Florian Haçkaj. Domthonë unë zonën Çepanin nuk kam komunikim të drejtë për drejtë, me thënë vërtetën, kemi qenë një 2 herë në emisione, me aq bisedë sa kemi qenë dhe çka kam parë në për media. Kjo më ka bërë të mundur që të krijoj një përshtypje pozitive për të, por nuk njihemi personalisht. Të paktën jo ai sa unë të flas në telefon me të. Kurse me Florin po. Me Florin se kam folur më parë, njihemi, jemi miq, madje kur më kanë pyetur edhe mua për emrat, këto janë 2 emrat edhe një 2-3 tjerë që unë i kam propozuar. Urime kandidat apo si ishte komunikimi apo? Pavarësisht se emrat kanë dalë nga burime të ndryshme, kanë ardhur dhe kanë përshtypjen se janë mbi vendosur. Dhe kurse me Florin po kam folur dhe po ta shikoje komunikimin, no? Ti nuk e kupton se kush është kandidati, se secila palë mbështet palën tjetër. Është një shprehje kënaqësie dhe mendoj që është gjë jashtëzakonisht e bukur që persona që janë në listë kandidatësh të jenë të gëzuar që janë në të njëjtin vend, në të njëjtin propozim me njerëz që ata i vlerësojnë dhe i respektojnë. Çfarë mendon që ju favorizon, ju kandidatëve, po që jo politik? Ndoshta për ju e di që keni qëndrime politike, patjetër, por çfarë favorizon një kandidat që nuk vjen nga politika? Base pacënueshmëria ose integriteti ose mungesa e konsumit, në fakti që nuk janë të konsumuar. Ke edhe nga njerëz që janë në shoqërinë civile dhe mund të janë të konsumuar, pastaj janë njerëzit e tjerë që duhet ta vendosin. Se ka dhe plot njerëz që kur të vendosin, supozojmë që unë një ditë jam kandidat. Për këtë ose për diçka tjetër. Unë mund të jem njeri me shumë integritet, shumë i ndershëm, me parime dhe këtë mund ta certifikojnë të gjithë, dhe nga ana tjetër mund të kem disa vlera, disa parime ideologjike që nuk përputhen me dikë tjetër. Unë se kam fshehur në jetën time, ka që kur kam filluar të mendoj politikisht, që jam i djathtë ideologjikisht. Jo i djathtë në kuptimin se këtu kur thoj djathtë në Shqipëri me PD-n. Kjo dihet. Dihet se çfarë qëndrimi kam unë, çfarë ideologji kam, liria e tregut, liria e sipërmarrjes, shteti i vogël, etj, gjitha këto gjëra. Domethënë, dhe kjo ka 20 vjet që është kështu, nuk e kam shpik tani unë këtë gjë. Ka konsistencë që po, pikërisht, njerëzit do duhet vlerësojnë pastaj. A është kandidati me ato vlera dhe parime që i kemi dhe ne dhe i vlerësojmë e respektojmë? A është kandidati ndoshta dhe me atë prirje ideologjike? Qofse s'është me atë prirje ideologjike, mos ndoshta është më e rëndësishme kjo pjesa e integritetit se sa kjo. Domethënë janë disa llogaritje që do të bëhen. Shumë përshtypje është fakt që nuk e përmendet fare kandidatën tjetër në këtë rast, nëse do të jeni ju kandidati, por me sa kuptoj do keni një fushat të fokusuar tërësisht tek vizioni që ju keni, apo? Jo, betejë nuk është me një emër konkret, specifikisht. Betejë është me sistemin. Është me një sistem i cili të ka çuar në këtë pikë. Se nuk ka rëndësi, mund të ishte... Do jetë një betejë politike, do jetë një fushat politike. Të përmend zonjën Manastir Liu, s'ka mos gjë të keqe për thënë për të. Nuk kam asnjë kompleks. Një sekond. Mund të ishte, zonja Manastir Liu nuk është kryetare e bashkisë. Është kandidate për kryetaren e bashkisë. Ne nuk e dimë se çfarë do bëjë si kryetare e bashkisë, okay? Unë mendoj që
ja prapë po e përjashtoj veten time. Të dy kandidatët e tjerë që do jenë listë, do jenë më të mirë se sa ajo kryetar bashkie. Jo thjesht krahasim midis njerëzve, sepse unë e njoh Florian Açkajn më tepër. Po për faktin se zonja Manastirliu është në një parti, jo, s'ka lidhje me atë. Është provuar në detyra të tjera. Po. Nuk kam asgjë në atë pjesë, domethënë. Nuk më ke dëgjuar ndonjëherë të shaj njerëz. Po prandaj po them. Ke kaq vite që më jep, kështu që nuk ka. Cili mund të jetë vizioni juaj për fushatën? Beteja është me një sistem i cili Tiranën e shikon si një kantier për të plotësuar dëshirat, tekat, çfarë duash ti domethënë, të atyre që duan ta përdorin ekonomikisht qytetin dhe pa e vrarë mendin për qytetin. Mund të ishte cili do kandidat nga Partia Socialiste, ndoshta mund dilte në njëri i cili do ta pranon këtë lloj sistemi. Nuk i diet. Nuk i diet. Problemi është me sistemin. Deri më sot, ne kemi konstatuar që ka një ndjekje pothuajse të verbër ndaj Edi Ramës, e patën në rastin e Këshillit Bashkiak, që është i futur aty nga Erion Veliaj, në fakt votuan kundër Erion Veliajt. Domethënë, kjo më bën mua të besoj që cilido që të ishte personi aty, do të sillej njësoj. Prandaj them që beteja nuk është me personin, nuk ka lidhje me personin. Personi nesër mund të atakojnë kafe dhe mund bëhemi miq. Po edhe ju vetë nuk do jeni vetëm, se më bëri përshtypja është atë në fillim bisedës që ju prisni që të keni mbrapa një mbështetje të madhe. Patjetër. Patjetër. Kjo mbështetja që edhe juve ju bën që të keni një sistem tuaj. Jo, mbështetja më e vështirë për tu arritur. Po dhe më e vlefshme, ajo që të shijon më tepër, është mbështetja atyre njerëzve pikërisht që janë jashtë partive dhe që eventualisht votojnë sepse ke arritur t'i bindësh. Mendon që do që të votojnë ty si kandidat, po jo domosdoshmëri sepse të thot partia. Jemi në minutat e fundit të bisedës, se është më pak edhe kohën, po ishte interesante mendoj, do të ngacmoj pak, mendoj që do shkaktosh dhe xhelozira në PD? Po gjithmonë. Nuk jam në atë fazë, sepse akoma thash, gjërat po diskutohen. Nëse do ndodhi që t'jesh kandidat? Nëse do të ndodhi, patjetër, është normale. Dhe një pyetje për familjen, ata janë mbështetës të këtij propozimi? Po. Në tërësi e ke diskutuar? Disa jo. Po tash në shtëpinë time. Kush është jo? Tash prindërit e mi janë i përkasin një brezi që thonë, po duhet më të çonë me politikën. Po, nuk është Kështu që partnerja ime më ka mbështetur 100%. Po, kështu që janë për një pot madh. Po, edhe njerëzit, edhe njerëz miq të mi, rrotull, madje disa prej tyre thonë pse pritet kaq shumë, po shpjegova arsyet më përpara. Mirë, besojmë që në orët në vijim apo në ditët në vijim të kemi një zyrtarizim të këtyre kandidaturave, të shohim se çfarë do ndodhë, sepse janë edhe pak ditë sipas lajmit që është bërë publike edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe që pret nga Komisioni Rregullator në fakt ta konfirmoj datat zyrtare të fushatës, që janë pak ditë në dispozicion, do të jetë një garë interesante. Shumë shpejt. Po, shoh që keni entuziazëm dhe keni një tonus pozitiv për garën. Urojmë që ndodhë më mirë. Shumë faleminderit për kohën. Faleminderit. Dhe ju uroj suksese, ciladoj qoftë rruga dhe arritjet.